pyetjet, dhe unë i bëra një pyetje zotit Zeka se isha në një emision në Klan Kosova, ku ai u kyç, është e njohur, domethënë tentimi i orientimit të hetimit o dika tjetër dhe zhvendosja e vëmendjes publike sa art ka ngjarje konkrete, dhe këtë e bëri zoti Zeka në emisionin e Klan Kosovës, dhe tha që ato materiale që ishin për ta denigruar figurën e zotit Rashić, domethënë tha i ka marrë nga zoti Sheholli. Dhe pyetjes ime që nga i merr zoti Sheholli informacionet, domethënë ai nuk i përgjigjet, po tenton domethënë me ato fjalët banale të vazhdoj diskutimin. Ne e dim që zoti Sheholli materialet i merr nga shërbimi sekret i Serbisë, dhe për një gazetar profesionist, domethënë në qoftë se ai referohet vetë si gazetar profesionist, është jashtë çdo logjike sjellja e informacioneve në publikun e Kosovës përmes agjenturës serbe. Pra ai nuk ka qenë rastisht aty, por ai është pjesë e një aktiviteti pak më të gjerë. Këta janë një grup edhe me 3 persona të tjerë, për të cilët po kursejem t'u përmend emrin. Janë publik? Gazetar, analist? Po janë publik, po janë analist, performojnë në studiot e Kosovës, e mbështesin zotin Sheholli haptas. Është shumë interesant, domethënë që ata e mendojnë si aset që ka mund të përdorë, domethënë jashtë çdo logjike, sepse ne njohim metodat, punën, aktivitetin e shërbimit të inteligjent jugosllav dhe serb. I dim metodat e tyre të punës dhe nuk ka mundësi që një figurë, domethënë si Fatmir Sheholli, të merrte diçka që të vërtet nga shërbimet serbe ose nga kushdo qoftë, domethënë ndonjë informacion që Kosovës i duhet, por ai gjithmonë merr dosje dhe materiale të cilat shërbimi serb i përpunon dhe i jep në qëllim të destabilizimit brenda në Kosovë, për lyrjes së figurave kombëtare, dhe rehabilitimit të bashkëpunëtorëve të Serbisë. Tashmë po dalin nëpër media dhe të gjithë aktivitetin e tyre të gjatë kundër rinisë kosovare, kundër idesë së pavarësisë dhe të lirisë, video të burgjet, rrahjes, shkatërimit të familjeve, detyrimit për ta lënë Kosovën me qindra ose me mijë figura, domethënë nga populli, ata dalin në studio dhe rehabilitojnë veten me të tilla që mua regjimi serb më ka mbajtur në burg kaq vjet për shkak se unë edhe brenda shërbimit atje kam bërë punë për Kosovën e tjera, tentojnë domethënë të pastrojnë dhe të rehabilitojnë veten e tyre, shokët e tyre, të cilët edhe pse kanë qenë strukturë bashkëpunuese, kolaboracioniste, që në çdo shtet normal, jo vetëm që nuk do dilnin në studio, por do të jepnin llogari për veprimet e tyre. Në anën tjetër, AKI-ja ka arrestuar dikë që ka punuar në organizata ndërkombëtare. Në ka punuar në Kosovë dhe një kohë ka qenë drejtues i asociacionit të gazetarëve të Kosovës. Domethënë, këtu thika e ndërhyrjes shkon shumë larg, por AKI-ja me këto arrestime i ka dhënë mesazhe që ajo është një agjenci funksionale dhe ka arritur, domethënë, që të ketë një pushtet informativ në të gjitha organizatat, dhe vetë mesazhi që arrestohen edhe brenda AKI, brenda OSBE-s dhe ushtari kroat, domethënë që piloti kroat brenda KFOR-it, dëshmon për një profesionalizëm edhe dëshmon për një aktivitet të shtuar, domethënë, të agjencisë.